Psalmi 22. Mjeshtët të korit mbi motivin drenushja e agimit, Psalmi Davidit, paragrafi i parë. Perëndia im, pse më ke braktisur? Psalmi 22. Pse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më çlirosh, duke dëgjuar fjalët e ofshamës sime? O Perëndia im, unë bërtas ditën, por ti nuk përgjigjesh, edhe natën unë nuk rri në heshtje. Megjithatë ti je i shenjti që banon në lëvdimet e Izraelit. Jetrit tonë kanë pasur besim të ti dhe ti i ke çliruar. Të klithen ti dhe u çliruan, patën besim të ti dhe nuk u shgënjyen. Por unë jam një krimb, jo një njeri, turpi njerëzve dhe përçmimi i popullit. Tërë ata që më shohin më përqeshin, zgjatin buzën dhe tundin kokën. Duke thënë, ai i ka besuar Zotit, le të çliroj, pra ta ndihmoj mbasi e do. Me siguri ti je ai që më nxori nga barku i nënës, bëre që të kem besim të ti qysh nga koha kur pushoja mbi siset e nënës sime. Unë u braktisa të ti qysh nga lindja ime. Ti je Perëndia im qysh nga barku i nënës sime. Mos u largo nga unë, sepse ankthi është i afërt dhe nuk ka asnjë që të më ndihmoj. Dema të mëdhenj më kanë rrethuar, dema të fuqishëm të Bashanit më rrinë për qark. Ata hapin gojën e tyre kundër meje si një luan grapiqar në vurbullit. Më derdhin si një ujë dhe tërë kockat e mia janë të ndrydhura. Zemra ime është si dylli që shkrihet në mes të zorëve të mia. Forca ime është tharë si një enë balte dhe gjuha ime është ngjitur te qiellza. Ti më ke vënë në pluhurin e vdekjes. Sepse qend me kanë rrethuar, një grup keqbërësish më rrotull, me kanë shpuar duart dhe këmbët. Unë mund t'i numëroj gjithë kockat e mia, ato më shikojnë dhe më këqyrin. Ndajnë midis tyre rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time. Por ti, o Zot, mos u largo, ti që je forca ime, nxito të më ndihmosh. Çliroj jetën time nga shpata, jetën time të vetme nga këmba e qenit. Shpëtom nga gryka e luanit dhe nga brirët e buajvet. Ti mu përgjigje, unë do t'u njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi, do të lëvdoj në mes të kuvendit. Ju që keni frikë nga Zoti lëvdojeni, dhe ju të gjithë, pasardhës të Jakobit, për lëvdojeni dhe ju të gjithë, ofis i Izraelit, kini frikë nga ai. Sepse ai nuk ka përçmuar, as nuk ka hedhur poshtë vuajtjen e të pikëlluarit dhe nuk i ka fshehur fytyrën e tij, por kur i ka klithur atij, ai e ka dëgjuar. Shkaku i lëvdimit tim në kuvendin e madh i tij, unë do t'i plotësoj zotimet e mia në pranitë të gjithë atyre që kanë frikë nga ti. Nevojtarët do të hanë dhe do të ngopen, ata që kërkojnë Zotin do ta lëvdojnë, zemra juaj do t'jetojë për jetë. Të gjitha skajet e tokës do ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen tek ai, dhe të gjitha familjet e kombeve do të adhurojnë përpara tejet. Sepse Zotit i përket mbretëria dhe ai sundon mbi kombet. Gjithë të pasurit e dheut do të hanë dhe do të adhurojnë. Të gjithë ata që zbresin në pluhur dhe që nuk arrin të mbahen gjallë do të përkulen para tejet. Pasardhësit do t'i shërbejnë, do t'i flitet për Zotin brezit të ardhshëm. Ata do të vinë dhe do t'i shpallin drejtësinë e tij një populli që nuk ka lindur akoma dhe që ai vet e ka krijuar. Amen, fjalës të Zotit. Është një psalm i Davidit. Është një fjalë nëpërmjet frymës të shenjtë, sikurse e dim se i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe e dobishme për mësim. Perëndia viziton të shërptorët e tij në dhjatën e vjetër dhe në dhjatën e re, dhe u jep të fjalë të frymës të shenjtë, të cilat janë për gjithmonë. Të cilat të vjetrat, të dhjatës të vjetër janë për mësimin ton, ndërsa të dhjatës të re për shpëtimin ton. Por është kaq e mrekullueshme, vëllezër dhe motra, se si nëpërmjet këtyre paragrafeve profetizohen ato që kaloi Krishti në kryq të Golgotës. Vetmin e tij.
Perëndia, ati Perëndi e largoi shikimin e tij mbi birin e tij të dashur. Dhembja e tij e madhe, pra e Krishtit, në kryq të Golgotës, nuk ishin gozhdat, le që ishte dhembje e madhe. Gozhdat të gozhduara, duar dhe këmbë në trupin e tij. Nuk ishte përçmimi dhembja e madhe i njerëzve, të cilët i thonin, po ti je biri i Perëndis, zbrit nga kryqi dhe ne të besojmë në ty. Apo nuk ishte dhembja e madhe kur dishepujt e tij u larguan nga pranë tij. Nuk ishte kaq e madhe kjo dhimbje, thot u larguan të gjithë prej tij. I kishin dhënë premti, i kishin premtuar se do të jemi me ty, s'kemi për të braktisur, do të jemi gjithmonë pranë teje. Por jo, dhembja e madhe e Krishtit ishte kur shikimi i Perëndis atë u largua prej tij. Kur aty mbajti gjithë mëkatin tim dhe tëndin. Kur atje mbajti pa udhësitë e tona, dobësitë e tona dhe pikëllimet tona. Aleluja. A e din se pikëllimet që kalon janë të mbajtura në kryq të Golgotës? Dikush, njeriu Jezu Krishti, i mbajti në kryq të Golgotës. Dobësinë tënde, sëmundjen tënde, mëkatin ton gjithashtu, i mbajti atje në kryq të Golgotës. Dhe Davidi këtu nëpërmjet frymës të shenjtë thot, Perëndia im, përse më braktise? Me të vërtet ishin fjalët e Krishtit në kryq të Golgotës, kur tha, o Perëndia im, përse më braktise? Pra si njeri e pyet atin Perëndi, por nga ana tjetër e din se mëkatet që kishte ngarkuar mbi vete, të tonat mëkate, e kthej e bën Perëndin atë që të largoj shikimin prej tij. Dhe ati ishte gjithmonë me birin, me fjalen. Isha, thot, dituria, thot në Vjetën e Vjetër, Krishti është dituria e Perëndisë, isha me të dhe krijoja, isha për ditë gëzimi i tij me të. Por këtu braktiset. Përse je larg, pse më ke braktisur kaq? O Perëndia im, të bërtas gjithë ditën, por ti nuk përgjigjesh edhe natën, unë nuk rri në heshtje. Dhe Davidi nëpërmjet frymës të shenjtë shpreh, vëllezër dhe motra, shumë herë nevojën që t'i therras Perëndis në pikëllimin e tij, në mbakjen e tij, në vetminë e tij. Por ti i shenjti banon në lëvdimet e Izraelit. Je i shenjti. Kanë pasur besim të ti, o atë Perëndi, etri tanë. Pra brezat e kaluar kanë shpresuar tek ti. Nga që kanë shpresuar tek ti, ti i ke çliruar ata. Të këllthitën ty, thot në paragrafin e 5, dhe u çliruan. Patën besim të ti dhe nuk u shgënyen. Pra etri tanë, gjyqtarët, profetët, me njerëz shërbëtor që ti o Perëndi kishe ngritur në mes tyre dhe populli therriste, dhe kur therrisnin përpara teje, që ti besuan dhe nuk u shgënyen. Davidi i din këto gjëra nga vetë provoja e tij personale se kushdo që shpreson në Zotin nuk do të turpërohet. Ti dhe unë e besojmë, kush shpreson në Zotin në fund nuk do të turpërohet. Unë, thot Davidi, jam si një krimb i tokës, dhe jo si një njeri. Jam turpi i njerëzve dhe përçmimi i popullit. Ma je mbret, ma je i madh, ma je diçka shumë më tepër se sa një njeri. Por ja që ai e quan veten e vet si një krimb. Krimbi ç'është? Krimbi është një diçka që rrëshqitet në për tokë, as të fluturojë nuk mundet, as të vrapojë nuk mundet. Është në tokë, i cili zvarritet në për tokë, do të thonim diçka që është edhe gjë ta shofësh, jo edhe bukur, Pra kaq gjë e vogël dhe i pa vlerë e ndjen veten e vet Davidi.
A ndjehemi kështu vëllezër dhe motra? Veçanërisht në pikallimet, në vështirësitë, në udhën e ngushtë dhe të vështirë, gjendjet tona, çështjet tona na bëjnë që të ndjehemi kështu. Dhe kjo është e vërteta, nuk është keq të ndjehemi kështu. Por thot, një përçmim i njerëzve dhe përçmim i popullit, me kanë përçmuar njerëzit, jam më i fundit i njerëzve, basta dhe s'më japin më rëndësi në ambientin ku jam, në punën time, në shkollën ku jam, në universitetin ku jam, në farafisin ku jam, tani ai u bë eretik. Tani ai ndjek ungjillin. Halleluja, lavdi Zotit. Këtë duam të ndjekim ungjillin, të ndjekim Krishtin. Por i përçmuar, ma çfarë do të na thuash tani ti, thojnë njerëzit. Çfarë do të na thuash ti për Perëndin, thojnë njerëzit fetare? Ku i mësove ti? Kush ti tha këto ty? Ne këtu kemi studiuar vite dhe vite jemi me këto gjëra. Kurse ti nga na dole. Lavdi Perëndis. Mbase njerëzit të na shohin si një krimb të tokës, por edhe ne ta shohim veten tonë si një krimb të tokës dhe mirë bëjmë, të dobët plotësisht në dhe, në tokë akoma, kurse Zoti thot, mos ki frikë, o Jakob. Unë kam për të të ndihmuar, thot Zoti. Kush ka për të të ndihmuar? Zoti ka për të ndihmuar. Sepse unë do të bëj do të bëj të ri, më prerës, vegël më prerëse, që do të korrësh dhe do të bësh kodrat si një bar i thatë që me rera. Ma unë që më quaj vetën si krimbi tokës, po, kjo është shpresa e Davidit tek Perëndia i tij. Më përçmuan të gjithë sa më shifnin, zgjatnin buzët dhe tundnin kokën e tyre dhe thonin, ti që shpreson në Zotin, le të shpëtoj ai dhe të zbresish nga ku je. Kjo është gjendja, ky është fenomeni, kështu thojnë njerëzit, kështu shoh unë veten time. Mbase në jetën time kam humbur edhe shpresën akoma, jam i pikëlluar, i mërzitur, jam në udhkryqe që ekzistojnë në jetën time. Por është ose ekziston diçka tjetër këtu. Te ky psalm shohim tek paragrafi 9, se ti o Zot me siguri je ai që më nxori nga barku i nënës. Nga njëra anë fenomeni dhe ajo që dhe shohim njerëzit dhe shohim gjendje të ndryshme, të pa arritshme, të vështira, kurse nga ana tjetër ekziston Perëndia, është Zoti, është shpresa ime. Ti je ai që më nxore nga barku i nënës. Nuk linda vetvetiut, nuk erdha vetun në këtë jetë, nuk jam një rezultat i një ngjarjet ose një gjenjet, por ti o Zot më solle në këtë jetë. Shpresa ime më bëra të kem besim të ti qysh nga koha kur pushoja në gjoksin e nënës time, pra me fliste nëna ime dhe me thoshte se ti e shpresa jonë. Dhe që atëhere unë besova të këti. Unë u braktisa të ty qysh nga lindja ime, ti e Perëndia im, qysh nga barku i nënës ime, mos u largo nga unë, sepse ankthi më është afër. Prandaj mos u largo prej meje o Zot. Prania jote është e domosdoshme në jetën time që të mund të qëndroj në pikëllimin tim, sepse pikëllimi është i madh, por ti je më i madh se sa pikëllimi. Dema të mëdhenj me kanë rrethuar, dema të fuqishëm të Bashanit më rrinë për qark. Gjendje, vështirësi, njerëz që vinë kundër mejet, hapen gojën e tyre kundër mejet, si luan grabitçar që vërbullitin. Si një luan vinë të me shkatërrojnë, të me coptojnë, them njerëz, gjendje, vështirësi, probleme të kësaj jete
vinë si një luan që dënë të më coptoj. Forca ime është tharë si një endë balte, gjuha ime është ngjizur në qiellzën, ti më ke vënë në pluhrin e tokës, sepse qentë më kanë rrethuar, një grup keqbërësish më rrin rrotull. Pra, për Krishtin, këto qentë janë ato që i gozhduan këmbët e tij dhe duart e tij, dhe kështu unë mund të numëroj gjithë kockat e mia, më shikojnë dhe më këqyrin, ndajnë rrobat e mia, gjithçka që kisha ma morën, e vodhen, e morën për veten e tyre, për tunikën time hedhen short. Dhe këtu vjen pika e dytë për Davidin nëpërmjet frymës të shenjtë. Por ti, o Zot, mos u largo, ti që je forca ime, nxito të më ndihmosh. Pra, vëllezër dhe motra, se e thot 2 herë këtë Davidi në këtë psalm, nuk është e rastësishme. Pra do të na theksoj fjala e Perëndis forcën e shpresës që kemi kur është kjo shpresë e gjallë në Krishtin, në Zotin. Kur gjërat janë të vështira dhe të pa udhkryq, do më thënë në udhkryq, mos zgjedh rrugën e pikëllimit dhe rrugën që s'ka dalje, por zgjedh rrugën e shpresës dhe të besimit në fjalën e Zotit. Ai ka për të shpëtuar në pozicionin e vështirë. Kjo është për ne, pra, se çfarë do të vendosim, çfarë do të bëjmë. Perëndia vjen me fjalën e tij, sikur do të shohim, dhe me frymën e tij të shenjtë që të na marr nga udha e pa shpresë dhe të na vënë në shpresën e tij, të shpresës të gjallë, vëllezër dhe motra, jo të shpresës të vdekur. Njerëzit jashtë thojnë urime, por nuk kanë ndonjë rrugë zgjidhje. Japin shpresë dhe njeriu vdes. Kurse Krishti na jep një shpresë të vërtet, sepse është i vërtet Krishti. Nuk është e rre me fjala e tij. Lavdëroje Zotin sot për fjalën e tij, se fjala e tij është e vërtet. Por mbaje shpresën, qëndro në shpresën, në udhën e shpresës. Ti, o Zot, pra, çlirom jetën nga shpata, jetën time të vetme, në këtë moment që në këtë pozicion jam i vetëm, gruaja apo burri, vëllezërit tu, farefisi yt, miqtë e tu, askush nuk do të mundet të të ndihmoj, por mundet Zoti, mundet Krishti, i cili është gjithmonë pranë teje. Shpëtom nga gryka e Loanit dhe nga brirët e buajvet, sepse pas kësaj, kur ti të ndërhysh në mënyrë të shenjtë dhe të bekuar, unë do t'i njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi. Do të vinë të dëshmojnë madhështitë që ke bërë, o Zot, sepse Perëndia, ato që kanë frikë nga Zoti e lavdërojnë. Ju të gjithë pasardhës të Jakobit përlevdojeni, ju të gjithë ofisi Izraelit keni frikë nga ai. Sepse ti nuk i ke përçmuar, as nuk e hedhur poshtë vuajtjet e të pikëlluarit. Nuk e ke fshehur fytyrën e tij prej. Të lutem besoje këtë, është fjalë e Perëndis. Zoti nuk e largon fytyrën e tij prej teje. Kur të këllthitën ti i ke dëgjuar. Aleluja. E dëshmon kështu Davidi, e dëshmojmë edhe ne, vëllezër dhe motra. Shkaku i lëvdimit tim në kuvendin e madh i tij, unë do t'i plotësoj zotimet e mia në pranitë të gjithë atyre që kanë frikë nga ti. Do të lavdëroj Zotin kur të më çliroj. Do t'i jap lëvdimet e mia. Nevojtarët do të hanë, thot tek 26, dhe do të ngopen. Mbaje këtë paragraf, të lutem, merre fjalën e Perëndis. Por qëndro që të tushqej Zoti, mos u largo nga udha e shpresës dhe e besimit dhe të zgjedhësh udhën e pa shpresë. Të gjitha skajet e tokës do të mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen te ti, dhe të gjitha familjet e kombeve do të adhurojnë para teje. Të gjithë të pasurit e dheut do të hanë dhe do të adhurojnë.
të gjithë ata që zbresin në pluhur, të gjithë pasardhësit, na bëri Zoti pasardhës sot, një brez i ri u shfaq mbi faqet të dheut, brez i bive të Perëndis, e cila nuk duket tek njerëzit, por do të vijë ora kur të duket. Do të shpallin drejtësinë e Perëndis mbi popull që ka për të ardhur. Dhe ne jemi ky popull që lindi, jo nga vullneti i burrit dhe i gruas, por nga vullneti i Perëndis, nga fjala e Zotit dhe nga fryma e shenjtë. Amen, fjalës të Zotit.